Përshëndetje dhe mirë se u gjejmë shikues të nderuar me këtë emision të radhës Provita, i cili kësaj radhe po realizohet në teren më saktë, si zakonisht çdo vit, Shoqata e mjekëve shqiptar të Maqedonisë Veriut organizon takimin profesional mjekësor, por kësaj radhe të 30-in me radhë. Prandaj është edhe një kënaqësi e veçantë që sërish edhe neve na ftuam që të jemi pjesë e këtij organizimi dhe takimi. E ne këtë emision fillimisht do të thotë do ja kushtojmë temave të cilat ishin më kryesore dhe të cilat u ligjeruan në sesionin e parë, ose thënë më saktë në natën kur edhe u bë hapja solemne e këtij takimi profesional mjekësor të Shoqatës mjekëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Por ne për detajet më të detajzuara dhe për gjithçka çka ka ndodhur dhe po të ka ndodhur dhe do të ndodhë domethënë në këtë takim të radhës, do ju informojme edhe gjatë emisionit të ardhshëm, por kësaj radhe do të nisemi me temën që ishte edhe kyçe në hapjen solemne dhe në sesionin e parë të kësaj shoqate. E një nga ligjeruesit në këtë temë ishte edhe Dr. Bekim Ismaili, mjek i përgjithshëm, më saktë mjek familjar, i cili pat ligjerata dhe theksoi se ende kemi personat të cilët hezitojnë të vaksinohen, edhe për kundër faktit se gjithë e dim se vaksinimi është parandalimi më i mirë për shumë sëmundje tjera infektuese, jo vetëm për gripin siç kemi dëgjuar. Doktor, unë po flas shumë, po motikon nuk kemi parë, kështu që vazhdoni ju. Faleminderit se vjet. Siç përmendet edhe ju, si vjet janë takimet e 30-ta me radhë të shoqatës dhe normalisht e kemi filluar prej ditës së enjte dhe tema e parë e simpoziumit të si vjetëm është pra vaksinimi. Ne gati se çdo herë si profesionist mjekësor flasim për vaksinimin, po edhe kësaj radhe, pra edhe këtë vit, përveç temave tjera të cilat i ka caktuar kryesia e shoqatës, një ndër temat e ka bërë përzgjedhje të tjetë edhe tema e vaksinimit. Dhe pse vaksinimi? Atë që thatë edhe ju sigurisht më lartë, se vaksinimi ngelen pra mënyra e vetme e cila ndikon në menjanimin e shumë sëmundjeve ngjitëse të cilat na paraqiten dhe do të na ishin paraqitur. Ne jemi dëshmitar se si dhënia e vaksinimit, pra si aplikimi i vaksinimit ka arritur që të shërënjos një numër të madh të sëmundjeve ngjitëse të cilat tani më nuk i kemi në vendin tonë, por duke cekur gjithmonë këtu atë hezitimin që thatë edhe ju, se kemi një numër të madh të popullatës të cilët hezitojnë që të vaksinohen, po ashtu këtu edhe ca mjek mendoj se mjekësor, është kryesore që mjekësor të cilët pra kanë më dyshjet e tyre dhe nuk informojnë aq sa duhet dhe siç duhet pacientët e tyre që të bëjnë pra vaksinimin, të cilin e kemi ne në kalendarin e rregullt të imunizimit. Dhe tema ime kishte të bëjë me rolin e mjekut familjar në animimin e popullatës pra për të vaksinuar, dhe këtu fillon prej vaksinimit të cilën e kemi nga më të vegjëlit deri te vaksinat të cilat merren për sëmundje të ndryshme të cilat paraqiten edhe tek të rriturit, siç është vakcina e cila merret kundër pneumokokut dhe vakcina kundër gripit dhe po ashtu edhe vakcina për hepatit B, të cilën duhet të aplikohet krejt punonjësve shëndetësor. Pra thash, mënyra e vetme për të menjanuar një numër të caktuar të sëmundjeve ngjitëse të cilat fal vaksinimit nuk i kemi, po duke parë përqindjet se kemi vitet e fundit, pra rënje të përqindjes së vaksinimit, të cilin vaksinim të dhënat flasin se dikundi para 10-15 viteve në vendin tonë ka qenë dikundi 97% pra përfshirja e vaksinimit në nivel të shtetit, kurse tani kjo tendencë pra e vaksinimit ka rënë dukshëm dhe para disa viteve më lejoni ka qenë dikundi edhe 90%, tani ka mbrit dikundi 90%. Një rënje të konsiderueshme ne kemi pasur edhe gjatë periudhës me COVID-19, kur kreti dim në arsye dhe pasojat se nuk mund të arrinin të krynin në kret obligimet dhe nevojat që i kishin, pra këtu kemi një rënje cila atë përqindje
e zbret edhe më poshtë si pasojë e asaj se nuk është marrë vaksinimi ashtu siç duhet gjatë Covid-19, pasi ne kemi qenë dhe ishim të obliguar dhe vaksinoheshin me vaksinën kundër Covid-19 dhe normalisht janë edhe një numër i madh i arsyeve, pra hezitimi nga vetë prindit, hezitim të cilin e kanë edhe një numër i punonjësve shëndetësor, pastaj sistemet të ndryshme shëndetësore, si ndikojnë, ne kemi në kalendarin imunizimit vakcinat të caktuara dhe normalisht nëse nuk vaksinohen, nëse prindërit nuk i vaksinojnë fëmijët e tyre, pra kanë pasojat e tyre edhe ligjore, por ne dim se në vendin ku jetojmë se çdo herë ne kemi mundësi të gjejmë një dalje, të themi një shtek dhe të shmangemi këtyre pasojave ligjore dhe të arrijmë në një farë mënyrë që mos të bëjmë vaksinime dhe si pasojë e saj ne kemi paraqitjen edhe disa sëmundjeve ngjitse dhe ne jemi dëshmitarë se para 2-3 viteve ne gati se patëm një epidemi nga kolli i keq. Edhe krejt ishte kjo si pasojë e asaj se një numër i fëmijëve nuk ishin të vaksinuar. Dhe këta të cilët nuk ishin vaksinuar, kur përzihen me fëmijë tjerë, qoftë në qerë, qoftë edhe në shkolla, normalisht se janë burime infeksionit dhe të sëmurën edhe fëmijë tjerë, edhe pse normalisht ata shumica kanë qenë të vaksinuar, mirë po ne kemi fëmijë të cilët sigurisht mund ta kenë edhe imunitetin më të dobët dhe normalisht që të ndikojë te ato të dëmtohet dhe të cënohet pra shëndeti i tyre. Pra këtu është roli shumë i rëndësishëm i mjekut familjar, pasi ne jemi porta e parë e takimit të pacientëve me mjekun e tyre, pra me mjekun amë dhe mjekun familjar, dhe tani këtu shtrohet pyetja sa ne kemi kohë dhe mundësi që ne të bëjmë animim ashtu siç duhet, pra keni apo jo? Për fat të keq nuk kemi kohë të mjaftueshme, duke ditur se kemi shumë punë me pacientët tonë, kemi shumë dokumentacion të mbushim dhe na ngelen shumë pak kohë që ne të bëjmë promocion dhe promovim të shëndetit ku hin edhe vaksinimi, por ne çdo herë duhet të gjejmë mundësi që t'i udhëzojmë para pacientët tonë, t'i këshillojmë pacientët tonë që ata të vaksinohen, qoftë për vaksinat të cilat janë të rregullta në kalendarin e imunizimit, apo edhe këto vaksina tjera, siç thash, pneumokoku i cili është në kalendarin e vaksinimit për të vegjël, mirë po për të rriturit nuk është, pastaj vaksinimi kundër gripit sezonal të cilin prej vitit 2018 e dini se e mbulon dhe rimburson për një grup të caktuar për grup që është e mbulon pra Ministria e Shëndetësisë, aty hyn pra ata të cilët janë të moshës mbi 65 vjet me smundje kronike, aty hyn gratë shtatzane, aty hyn fëmijë të cilët kanë ndonjë imunitet të dobët të çrregulluar dhe aty gjithashtu hyn edhe punonjësit shëndetësor, por prapse ka një numër të pacientëve të cilët normalisht nuk arrin të hyjnë në këtë grup, në këto grupe të cilët i përmenda pak më lart, pra ata atëherë duhet me pagesë ta marrin vaksinën, e cila besoj se nuk kushton shumë, duke marrë parasysh benefitet që do t'i kenë pra këto pacientë të cilët pra vaksinohen, dhe atë mund të flasun nga përvoja, pacientët e mi të cilët zakonisht janë më të moshuar dhe nuk dinë të bëjnë aplikimin direkt online në webfaqe dhe ne si mjekam e bëjmë paraqitjen e tyre dhe pastaj ne nëse unë i ndjekim gjatë periudhës së dimrit këta pacientë pra soni se është numri shumë i vogël për tyre të cilët smurren nga gripi sezonal. Nuk përfundojnë në spital, pra aty është edhe intensa arsyeja jonë që ne edhe nëse ato i atakon pra gripi sezonal që ta kalojnë pra pak më lehtë duke ditur se e kanë shëndetin e kompromituar dhe të dobësuar. Pra kjo është arsyeja se pse ne duhet të bëjmë përpjekje të vazhdueshme si mjek familjar, po pse jo edhe krejt punonjësit shëndetësor që të animohen pra pacientët në numër sa më të madh të vaksinohen, qofshin me vaksinat të cilat janë të rregullta në kalendarin e imunizimit apo të vaksinat të cilët i përmenda më lart. Flitet shumë për vaksinën kundër HPV, do të thotë një virus i cili tek femrat sidomos mund të shkakton kancer në qafën e mitrës. Është një vaksinë tashmë e rregullt, po disi akoma hezitojnë, ashtu s'papu dha apo jo, edhe nga ligjëruesit e tjerë. Ju si mjek familjar, sa keni arrit që t'i bindni prindrit e vajzave të reja, po tash edhe djemve pse jo, që të marrin këtë vaksinë. Se edhe kjo është një problem në vete, sepse rrallëherë sigurisht një ndër vaksinat të cilat janë në kalendarin e imunizimit është edhe vaksina kundër HPV-s, të cilën tani më ne kemi në kalendarin e obligueshëm të vaksinimit në vendin tonë dhe prej vitit që shkoi është e obligueshme edhe për gjininë
mashkullore, pra ka qenë vetëm për gjinin femërore, tani më është për gjinin mashkullore, dhe ne nëse i ndjekim të dhënat botërore të cilat flasin, pasi që normalisht vendet më të zhvilluara bëjnë edhe statistika më të mirëfillta për sa i përket vaksinimit kundër HPV-s dhe sëmundjet të cilët paraqiten dhe do të ishin potencial për të paraqitur, ne shohim se numrat flasin se ashtu siç i atakon gjinin femërore, në të njëjtën kohë e atakon edhe gjinin mashkullore, dhe veçanërisht këtu kemi të bëjmë me kancerin e orofaringsit, pra si pasojë e mos vaksinimit pra të virusit HPV, kemi kancere të ndryshme të cilët na paraqiten në orofarings, në zgavërën e gojës, tek gjinia mashkullore, pra i atakon më tepër, kurse normalisht gjinin femërore i atakon në qafën e mitrës dhe pastaj dinaj të kapluj edhe organet tjera, e cila normalisht se pastaj do të ndikojë në jetën e tyre reproduktive, në shtimin e popullatës dhe në pasojat tjera përveç reproduksionit, edhe në pasoja mjaft serioze shëndetësore për gratë, për vajzat dhe të rejat, dhe po ashtu pse jo edhe të gjinin mashkullore. Për këtë arsye, pra në vendin tonë, si në shumë vendet të tjera, mbi numrat flasin mbi 190 dhe sa vende kanë aplikuar tani më vaksinën kundër HPV-s, pse jo edhe ne mos fillon që ti animon. Ne kemi në kalendarin e imunizimit. Informacionet që i kam nuk e di. Po sigurisht tu thash janë arsyet janë të ndryshme, thash janë arsyet janë të ndryshme, tani ne jetojmë arsye fetare, arsye të besimeve të ndryshme, të cilët hezitojnë ta marrin vaksinën, pra nuk vaksinohen, mos besimi apo përvoja nga historitë të ndryshme se kanë ndodhur, mos besim ndaj prodhuesve të cilët e kanë, pasi normalisht se tani më prindët janë mjaft të ngritur dhe të shkolluar fatmirësisht edhe të rinj të reja dhe dinë normalisht të lexojnë dhe të investigojnë se kush është prodhuesi, nga vjen vakcina, pra hezitimi se a është nga një prodhues i cili është me renome apo nuk është me renome, pastaj punën më të madhe ka bërë edhe si për vaksinimin ashtu edhe për mos vaksinimin edhe rrjetet sociale, tani mos siç e dimë në vendi jonë llogaritësht si duket dikundi mbi 35-40% të krejt popullatës të cilët i përdorin pra rrjetet të ndryshme sociale, që ishte një përqindje shumë e lartë në krahasim me vendet të tjera, pra edhe pse jemi në vendi i vogël, pra në masë të madhe përdoren rrjetet sociale dhe ne dim se në rrjetet sociale gjejmë edhe atë që duhet dhe atë që nuk duhet, pra ne çdo herë duhet të thirremi në fakte, çdo herë duhet të thirremi në mjeksi të bazuar në fakte, që normalisht që në një farë mënyrë ne ta mbrojmë shëndetin tonë. Po, dal nga dal ta rëmbullaksojmë me ca sugjerime, këshilla të juaja dhe ato problematika për cilat mendoni se vlen t'i theksoni, sepse tani është tham edhe koha kur duhet vaksinohemi edhe kundër gripit sezonal, por nga ana tjetër vetë sonte, domethënë bashkë dëgjuam kolegë e juaj se sa folën për rëndësinë e parandalimit dhe se sa duhet gjendet mënyra që t'i informojmë mirë dhe drejt si prindërit, por edhe neve si qytetar, më tepër të flasim për efektet pozitive, sepse mundon ndoshta ndonjë efekt negativ, po ato janë jashtëzakonisht të rralla dhe këtu një krahasim. Sigurisht apeli jon po ku hezitojmë normalisht edhe ato janë pikat, ne normalisht si profesionist mjekësor duhet i përmendim krejt edhe anët pozitive edhe anët negative, normalisht çdo herë medalja i ka dy anë, po çdo herë nisemi ne nga benefitet dhe normalisht atë që thash mjekësia e bazuar në fakte, ne ndjekim punime të ndryshme shkencore, ndjekim statistikat e ndryshme si në Europë, edhe ashtu edhe më gjarë, ku atë që ka flasin profesionistë të ndryshëm se a ndikon apo nuk ndikon në atë që përmendet ju më lartë, që pacientët pastaj të hezitojnë që të bëjnë vaksinimin. Ne çdo herë bëjmë apel në mbar popullatën që të vaksinohen me vaksinat, vaksinojnë pra më të dashurit e tyre fëmijët që i kanë me vaksinat të cilat janë në kalendarin e rregullt të imunizimit, po pse jo edhe vaksinat të cilat
si që ishi ju dëshmitari, përmenda edhe në prezentimin tim, vakcinat të cilat jepen si vakcina e pneumokokut tek të moshuarit, pastaj vakcina kundër hepatitit B tek profesionistët mjekësor dhe vakcina kundër gripi sezonal, pasi që thamë tani jemi edhe në atë periudhën kur tani më veç java e dytë si duket është që ka filluar vakcinimi kundër gripi sezonal dhe si që duket edhe fluksi i atyre të cilët kërkojnë dhe shkojnë bëjnë aplikimin për këtë vit është i madh dhe numrat flasin se vitin 2024 dikundi 2-13 deri 15% është rrit pra numri i pacientëve të cilët krahasuar me vitet e më parashme të cilët vaksinohen nga gripi sezonal, pra duke i parë benefitet nga të tjerët, si që përmendet ju edhe ai zinxhiri që është që komshiut i tregoj komshiut, shokut i tregoj shokut, mikut i tregoj mikut, për benefitet e vetë vaksinës, pra edhe për anët negative, po ashtu edhe për anët pozitive, se lajmi keq normalisht përndahet shumë shpejt se sa lajmi mirë, po ne çdo herë duhet të jemi të bazuar në shkencë, në fakte dhe normalisht vetë ajo tregon me vetë rritjen e përqindjes tregon se normalisht një numër i madh pra kanë patur benefit nga vetë vakcina e gripit sezonal dhe ua kanë rekomanduar edhe të afërmive të tyre që të vaksinohen nga vakcina për gripin sezonal. Doktor Beki, me juve kaq për sonte, ne edhe më tej kemi ligjërata, edhe më tej ne edhe si ekip do ju ndjekim, por gjithsesi edhe do mundohemi që ca kolegë të juaj, do me thënë, t'i marrim nga ligjëratat dhe ja të mundohemi edhe ne që t'i ofrojmë më afër, do me thënë, këto detaje, këto informacione që i dëgjuam sot përmes normal kamerës son. Ju uroj suksese në këtë simpozium e ne do qëndrojmë këtu të shohim se kush tjetër do na jap edhe të informacione tjera rreth sesionit të sotëm që ka Faleminderit se vije dhe sigurisht edhe jehona e mediumit tuaj sigurisht do ta bëjë vetën që të animohen sa më shumë popullata për rëndësinë e vaksinimit. Faleminderit. Ndërkohë, shikues të nderuar, unë si që tash më herët, ne do të qëndrojmë këtu, të shohim bashkë me kameramanin Valonin, se kë do e intervistojmë dhe për cilën temë konkretisht, ose për cilin virus, vaksin do flasim. Pra qëndroni me emisionin e sonte në Provita. Gjithmonë është kënaqësi kur mesin e shumë mjekëve dhe në këto takime takon edhe mjeke, takon edhe profesionistet të kësaj fushë në numër jashtëzakonisht të madh, por gjithnjë them se me të vërtet nuk mundem të vri tek secili apo tek secili mjek për cilin mendoj dhe besoj që e meritojnë të jenë pjesë e emisionit ton, nga se edhe unë e kam më vështirë të futem në ligjërata atë që kollaj të ndërprej, por megjithatë, ja, tani mundova dhe e luta doktoreshën Mimoza Zhaku, specialiste e mjekësisë familjare, se si ajo do me thënë do e komenton këtë takim si mjeke familjare dhe rëndësia këtyre takimeve e temave për cilat u diskutua, sepse megjithatë, si që kanë thënë çdo herë edhe mjekët, po edhe ne shpesh në Provita, gjithçka fillon duke trokitur në derën e mjekëve familjar. Sa ky takim është i rëndësishëm edhe çfarë mjekët familjar mos them mësuan, sepse ata më veç edhe i din pjesët dërmuese të problemeve shëndetësore, sidomos për mjekësinë familjare, por kemi edhe, do me thënë, mjek familjar të cilët kanë dhënë provime për të qenë doktor. Mund të themi se janë mjekë gjitha fushat, por jo të specializuar për shembull për ndonjë fushë konkrete. Doktoresha Zhaku, e te prova ndoshta, po me të vërtetë është kënaqësi kur kem edhe ndonjë mjeke këtu përballë meje që ta zbukuron edhe më shumë emisionin Provita. Unë kam nderin të marrë pjesë në takimin jubilar të 30 të takimeve profesionale mjekësore që mbahet tradicionalisht në Struk. Ky takim është i dedikuar për të gjithë mjekët specialist të gjitha fushave, për specializantët, për mjekët e rinj dhe për studentët e mjekësisë normal. Ky takim na jep një mundësi për të shkëmbyer idetë dhe përvojat tona, për të forcuar dijenin ton, për të bërë një lidhje profesionale për një bashkëpunim të më të tjeshëm mes profesionistëve. Ky takim mbledh
gati se të gjithë profesionistët më të mirë të fushave të ndryshme nga të gjitha trebat e banuara me shqiptar. Është nderin të takosh lloj-lloj kolege duke biseduar për të gjitha përvojat e tyre, duke shkëmbyer ide, por edhe duke i treguar se si ne e kemi sistemin ton në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ishte kënaqësi për mua, domethënë e ndjek me vite me radhë, e ndjek me kënaqësi, vi me kënaqësi, sepse shoh kolegë që nuk i kam takuar me vite. Definitivisht, po. Atëherë për temat, çfarë do kishit thënë? Ju lanë për shtypje me gjithë çdo temë absolut, po. Tema së pari, tema që ishin të para në këtë simpozium, ishte parandalimi dhe trajtimi i sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjet mendore dhe trajtimi i tyre që është në kohën e sotshme shumë aktual. Bashkëpunimi mes qendrës së urgjencës, kirurgut dhe anesteziologut në trajtimin e gjendjes emergjente. Këtu duhet të përmendi se në Shkup ekziston qendra e simulimit për emergjent, do me thonë është një kupull, neve si mjek familjar, por edhe të gjithë tjerë, i bëjmë thirrje, të gjithë mjekëve tjerë që nuk e kanë marrë këtë trajtim, ekzistojnë trajnime për simulim. Do me thonë, nuk kisha rekomenduar të shkojnë të trajnohen, është shumë e rëndësi. Tema tjetër është aksioni global për shëndetësi universale si dhe imunizime. Këtu, për imunizimin, do me thonë pasi ishte tema, unë do kisha përmend se neve si mjek luajmë një rol të rëndësishëm, sepse në vetim, do me thonë, për shëndetin global, si dhe për prevenimin e sëmundjeve kardiovaskulare, kronike, të gjitha që prekin pacientët. Neve jemi shtylla kryesore e shëndetësisë. Neve e mbajmë, do me thënë, shtyllën. Të gjithë pardur të ne s'mund të shkëndijë. Jo, rasisht thash, kur kemi hallin e parë shëndetësor, ne trokisim në dyert e mjekut familjar. Neve jemi ata që duhet t'i stimulojmë, t'i nxisim, t'i japim informatat e rëndësishme ose dilemat që kanë mbi imunizimin, mbi sëmundjet, mbi mjekimin, për të gjitha duhet së pari të shkojnë të konsultojnë mjekun e tyre familjar. Imunizimi, si që përmenda, luan një rol kyç në shëndetin global, publik. Është për fat të keq pas Covidit, 19, vaksinimi është në rënje, 90% është, në 90%. Për fat të keq, ekziston ende mosbesimin ndaj popullatës për vaksinim, sidomos për vakcina që nuk janë të detyruara, si për shembull vaksinimi për gripin është 95%. Vaksina e pneumokokut luan rol të rëndësishëm kundër rezistencës së antibiotikut, që kohën e fundit është shumë e shfaqur, edhe është, themi, në rrezikshmëri aktuale. Gjithashtu, vaksina kundër HPV-s është shumë e rëndësishme, sepse është prevenon kancerin e qafës së mitrës. Preferohet, do me thonë, deri në moshën 45 vjeçare, më së shumti të jipet, mirë po, pa pagesë, Republika e Maqedonisë së Veriut mund ta marrin nxënësit deri në orën e fundit të shkollës së mesme. Kurse mbas kësaj moshe kërkohet pagesë. Unë ju rekomandoj të gjithë prindërit të bisedojnë me mjekët e tyre për rëndësinë që ka kjo vakcinë. Jo vetëm femrat, por edhe meshkujt të vaksinohen. Po, se ne i dëgjuam ligjeratat, se sa është me rëndësi parandalimi nëse... Gjithashtu edhe vaksina pneumokokut tek fëmijët është shumë e rëndësi. Ashtu ullë sëmundjet e shpeshta, në përkopshte që shkojnë sëmunden shpesh, rrit imunizimin, rrit shëndetin e tyre. Doktoresh, gjithë një kënaqësi të flasë me ju, por besoj që do kemi rast ndonjëherë më detajisht, t'jeni edhe drejt për drejt në studion tonë për të folur për këto tema, edhe për tema të tjera nga këndvështrimi një specialiste e të mjekësisë familjare, sepse tani kaq duhet të përfundojmë kësaj radhe të shoh çfarë tjetër do xhiroj. Ju faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi.
Ja pra shikoj të ndëruar dëgjohat edhe doktoreshën Zhaku, e ne edhe mëtej do të qëndrojmë këtu, do të thot bashkë me kameramanin ton Valonin, do takojmë mjek edhe do të shofim se kush krejtë, do me thënë, do jetë pjesë e emisionit Provita, sepse si duket jo vetëm një emision, por ne do kemi një cikël emisionesh të realizuara në Strugë gjatë mbajtjes këti takimi profesional mjekësor, jubilar të 30 me radhë të shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë. Pra qëndron edhe mëtej me Provita. Dhe normal ne këtë emision e vazhdojmë edhe me një ligjeruese tjetër, doktoreshën Besa Islami Pocesta, e cila është pediatër, edhe cila para kolegëve të saj foli në temën rotavirusi dhe parandalimi i këti problemi shëndetësor, i cili po që se nuk trajtohet me ku mund tjetë edhe mjaftë serios dhe i rezikshëm, por normal detaje do i marim nga jo. Doktorish Besa, parimderit ndatë kohë, i di që jeni në rëmuj edhe ju, po ja që çdo ere jeni këtu për të realizuar emisionin Provita, bashkë me kolegët tjerë të juaj. Mirë mbrëma, mirë se ju gjeta, zakonisht ju si Provita gjithmonë keni qenën një ndër mbështetësit tanë më serios dhe na keni ndjekur në çdo eveniment dhe njëherë ju falenderoj shumë që edhe sonte në këtë takimet tona, në këto takimet tona jubilare 30 vjeçare, ju pashtu jeni prezent me gjithë ekipin tuaj. Ju falenderit nga zemra. Është kënaqësi, doktoresh. Dhe tani shkojmë të me thënë me atë që mendoni se duhet të ndani për shikuesit e Provitës nga këndvështrimi i një pediatre dhe problemeve që mund të sjellë virusi ose rotavirusi. Po, pra, tema ime e sonte me ishte infeksionet nga rotavirusi dhe parandalimi i tyre. Pra, si që tash edhe pak më parë në ligjëratën time se rotavirusi është një ndër viruset me një virulencë mjaft të lartë dhe me një infektueshmëri gjithashtu mjaft të lartë, prandaj është me rëndësi të flitet për rotavirusin, për smundjet, patologjit që i shkakton ai mjekimin, por më e rëndësishmja është sonte që ishte ajo të flisnim për parandalimin e tij. Cili është parandalimi? Parandalimi nga rotavirusi është vaksinimi. Vaksinimi nga rotavirusi për arsye se është i vetmi mjet për të parandaluar ato format e rënda që i shkakton në rotavirusi. Ky është një virus që ka një virulencë dhe infektueshmëri shumë të lartë, siç thash, dhe atakon zakonisht moshat e vogla, foshnjët, prej në 6 muaj deri në 24 muaj apo deri në 2 vjet. Edhe gjithmonë paraqet gastroenteritet. Gastroenteritet janë më të shpeshta, gastroenteritet dhe diaret. Gastroenteritet, do me thënë, është një inflamacion i zorrëve dhe i stomakut, ku zakonisht shkaktohet nga viruset, bakteriet, parazitët, për më i shpeshti për të shkaktuar gastroenterite është rotavirusi. Mendoni edhe vjedhje? Apo na e sqaroni pak, doktoresh, se ne... Po pretni, do me thënë... Drego do ju pres. Do me thënë, nauze, vjedhje, diare, temperaturë. Këto janë shenjat klinike kryesore që i shkakton rotavirusi, me gjithat të vjellat dhe diarea për moshët e vogla, për foshnjët dhe fëmijët 2 vjeçar janë mjaft serioze, për arsye se pasqyra klinike mund të lajmërohet duke filluar që nga pasqyra klinike e lehtë të kalojmë 2-3 të vjella, pa pastaj që i quajmë ne ato dehidrimet e mesme, që janë një çik pakës më të rënda, vazhdojmë me disa diarea brenda ditës, diaret mund të shkojnë deri 10 herë brenda ditës dhe për një fëmijë ajo është shumë, për arsye se jashtëqitjet janë shumë të holluara, janë të lëngshme edhe janë më shumë se 10 gram për kilogram pesh brenda 24 orë, mund të jenë 10, 20, 30, mbarësisht nga sasia e virusit që e kanë marrë dhe nga imuniteti i fëmijës që ka. Po zakonisht këto fëmijë të vegjël nuk e kanë edhe sistemin imunitar shumë të zhvilluar, prandaj edhe këto shfaqin një pasqyrë klinike mjaft serioze që duhet trajtuar ashtu si duhet. Ky virus, do me thënë, si në vendet e zhvilluara, si në vendet në zhvillim, rotavirusi është njëri ndër viruset më të mëdha, më them 50% të do me thënë,
sipërfaqen me 50% të patogenitetit tek mosha fëminore, kur flasim për viruse. Edhe sidomos për të shkaktuar gastroenterite. Dhe është me rëndësi të thuhet kjo, se rotavirusi është një shkaktar shumë serioz dhe zë vendin e dytë nga shpeshtësia për morbiditetin, për smundshmërinë e foshnjave, më njëherë pas smundjeve respiratore. Por nëse nuk trajtohet dhe nëse nuk trajtohet si duhet, te foshnjat ditë ketë edhe mbarim fatal. Prandaj, do me thënë, nëse duam gjithmonë nisim nga kjo të më mirë të parandalojmë se të mjekojmë. Për atë ne gjithmonë sugjerojmë vaksinimin. Për arsye se edhe është virus shumë rezistent. E kalon nuk bën rezistencë në aciditetin e stomakut. Është rezistent ndaj është rezistent ndaj dezinfektantëve të fortë dhe transmetimi është përmes rrugës feko-orale. Do me thënë, një grimt, do me thënë, zakonisht ai ekstretohet përmes jashtëqitjeve, përmes fecesit dhe jeton shumë gjatë, jeton për disa orë në duart e fëmijëve dhe 6 orë deri në 60 ditë mund të jetojnë në sipërfaqet që janë të thata dhe në të vdekura, për shembull në tavolinë, në karrik, gjithka, do të thënë që është një sipërfaqe që do të thotë që ka shumë lehtë infektohen, infektohen shumë lehtë, përveç se përmes rrugës fekorale ato mund të infektohen edhe me rrugët respiratore dhe është shumë është interesant se sa të fillojë, do të thënë 6 deri 48 orë pas infeksionit fëmijët më njëherë fillojnë dhe shfaqin klinikën me shenja që tash më përpara nauze, të vjella, barkëqitje, temperaturë, që është një larami e shenjave klinike që e sfilit për të foshnjën. E lodhë dhe për arsye, për këtë arsye ne gjithmonë rekomandojmë vaksinimin, për arsye se që nga një korriku i vitit 2019, vetëm rotavirusi, vaksina kundër rotavirusit është në kalendarin e vaksinimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Këtë deshta ndërhyjmë, se po thoni sugjerojmë dhe tani thatë se është obligative, po a i vaksinojmë neve foshnjët ajo me këtë? Zakonisht nuk është e detyrueshëm, nuk është e detyrueshëm. Megjithatë, unë punoj në spitalin Nën Tereza, do me thënë në Çajir, dhe ne kemi ato kartelat që ja japim porsalinore kur ikin nga spitali dhe aty njëra ndër këshillat është e nënvizuar vaksinimi kundër rotavirusit, që duhet të bëhet në 2 muaj. Do me thënë, një numër vaksinohen, po siç e pamë edhe nga statistika e doktoreshës Keti, nuk arrijshte as 70%. Do me thënë, vaksina parandalon jashtëzakonisht shumë të gjitha shenjat që i tregova pakës më përpara, shenjat klinike të infektueshmërisë nga të gastroenteritëve të shkaktuara nga rotavirusi. Me këtë, do me thënë, pasqyra klinike e fëmijëve nuk është aq e rëndë, po se që është i vaksinuar. Prapë do të mundet të infektohet, po kalon shumë më lehtë. Do me thënë, kemi një pasqyrë, kështu që na kanë dhënë edhe kolegat që punojnë në mjekësinë primare, për arsye se ata kanë janë në kontakt me pacientët dhe kanë informata kthyese nga pacientët, gjithashtu edhe kolegët nga reparti gastrohepatologjisë në qendrën klinike tregojnë se fëmijët të cilët kanë qenë të vaksinuar me rotavirusin, kur kanë shfaqur smundjen, kanë shfaqur me simptomatologji shumë më të lehtë. Doktoresh, edhe një sugjerim i shkurt në adres të prindërve, që pastaj ne të vazhdojmë edhe me kolegët e juaja, ndoshta do kem fatin të gjejmë një ginekologe e cila normal pati ligjeratat për HPV virusin, sepse këtë emision po e dedikojmë vaksinimit dhe viruseve më problematike. Do me thënë, si që tash të gjitha karakteristikat e rotavirusit, po njëra që është më me rëndësi është higjiena për të ndërprer zinxhirin e infeksionit. I lutem prindërve dhe të gjithë atyre më së pari që të kenë kujdes me ambientin ku luajnë fëmijët, të dezinfektojnë ambientet ku luajnë fëmijët, të lajnë lodrët e fëmijëve, për arsye se dhe përmes lodrave
mund të mirët, po çka është më kryesorja, ju lutem të nderuar prindër, vaksinojni fëmijën tuaj me vaksinën kundër rotavirusit. Rotatek vaksinën është një vaksinë që jepet në 3 doza, në 2, 4 dhe 6 muaj, jepet përmes gojes, domethënë me një aplikim të vetëm, nuk është invazive, nuk është e dhimbshme për fëmijën tuaj, por e shpëtoni fëmijën tuaj. Ju faleminderit. Ndërkohë, shikues të nderuar, ne duke i falendruar doktoreshës Besa, vazhdojmë me intervistën e radhës. Pra, qëndroni me ne. Shikues të nderuar, ne shpeshherë kemi dëgjuar për HPV vaksinën, HPV virusin, edhe se ky virus shkakton edhe kancer në mitër, por ja që unë gjatë këtyre ligjëratave që ndëgjova nga doktoresha ginekologja Meral Redjepi, mësova shumë çka, se jo vetëm kancer në qafën e mitrës, por ky virus shkakton kancer edhe në shumë organe të tjera. Por normal, unë nuk jam këtu për t'ju dhënë shpjegime, detaja, atë do e bën doktoresha Redjepi. Ndërimet e mia, doktoresh, si kom pas në Provita, kërkojnë ndjes për ja që son të rastisht të takuam, dëgjova ligjeratat e juaj dhe normal se bashkërisht tani do i marim ca informacione dhe këshilla nga këndvështrimi ginekologës dhe parandalimit të HPV virusit. Mirëmbrëma, faleminderit për hapësirën që ndatë për mua për të sqaruar disa fakte elementare rreth human papilloma virusit. Është një virus i cili përveç që shkakton infekcion, shkakton po ashtu edhe kancer të organeve të cilët bartet. Por nga aspekti ginekologjik, unë ma tepër kohë edhe vend do të kisha ndarë karcinomit të qafës së mitrës, sepse është një sëmundje vdekje prurëse për femrat në qofse nuk prevenohet. Çdo sëmundje është shumë mirë të prevenohet sesa të lejohet të paraqitet e pastaj të mjekohet. Human papilloma virusi është faktori numër 1, faktor etiologjik numër 1, i cili e shkakton karcinomin e qafës së mitrës. Por, për fat të mirë, ekziston vakcina kundër human papilloma virusit, i cili është aprovu edhe në shtetin ton, edhe prej vitit 2024 është 9 valente, e cila është shumë efikase dhe preferohet te vajzat e reja prej moshës 9 deri 14 vjeçare të jetë dozimi i parë i kësaj vakcine. Çka me meshkuj? Gjithashtu dëgjova, megjithse jo vetëm ju edhe koleget e juaja, më parë, do me thënë, kohë më parë, kanë treguar se tani sugjerohet që edhe meshkujt të vaksinohen. Si qëndron kjo? Ose çfarë, pse dhe më vonë normal sa është jehune e personave që vaksinohen? Human papilloma virus është virus i cili i tangon, i prek edhe femrat edhe meshkujt. Shkakton kancer jo vetëm te organet femrore, por shkakton kancer edhe te organet mashkullore. Po ashtu, paraqitet kanceri i gojës, i fytit, i anusit, regionit anal, i vulvës, vaginës, edhe karcinomi i qafës së mitrës, kurse te meshkujt edhe karcinomi i penisit. Të njëjtat gjëra që vlejnë për ndikimin e këtij virusit te femrat, të njëjtat ndikime i shohim edhe te meshkujt. Një gjë e mirë në gjithë këtë është që preferohet që të vaksinohen edhe meshkujt, sepse me këtë arrit që meshkujt ta mbrojnë vete nga ky virus, por po ashtu e pengojnë transmisionin ose bartjen e virusit te meshkujve te femrat, a njëkohësisht me mbrojtjen e vet e mbron edhe femrën, ashtu që do të kemi në përgjithësi një çift të shëndosh, po ashtu edhe një shoqëri të shëndosh me aprovimin e kësaj vakcine. A ka persona cilët nuk mund të vaksinohen ose nuk sugjerohet? Për shembull gratë shtatzëne ose ndonjë smundje tjetër që mund të... Po, janë shumë studime klinike rreth përdorimit, rreth efekteve anësore, sigurisë dhe rrezikshmërisë nga kjo vakcinë. Është vërtetuar se vakcina preferohet edhe lejohet edhe nuk ka asnjë efekt anësor te të gjitha grup moshat, edhe te të dyja gjinit një lloj. Sipas studimeve të fundit, nuk preferohet kjo vakcinë te shtatzënat, sepse edhe pse nuk është zbuluar ndonjë dëmtim i frytit, por si referohet që nuk është numri mjaftueshëm i analizave dhe studimeve të cilët definitivisht do të kishin përfundimisht dhënë një pas ose një përdorim
edhe në shtatzani. Ashtu që në qoftë se kemi infekcion me HPV virusin gjatë shtatzanis, preferohet që vaksinimi të mbaron të jepet pas mbarimit të shtatzanis. Edhe një sqarim tjetër, nga kjo që e tha deri tani, zakonisht nga kontaktet intime del se mund të infektohet njëri partner apo njëri ta infekton tjetrin. A ka gjase reale, doktoresh, në ginekolog, të infektohen gratë ndonjë vend tjetër, si i bie në toalete publike, kështu me radhë. Që ta sqarojmë edhe dilemën, se shpesh herë mund ndodh të preket dikush me këtë lloj virusi dhe pastaj ja konflikti në shtëpi. Ashtu është. Përqindja më e madhe vjen nëpërmjet të kontaktit direkt, si zakonisht intim, në mes dy partnerëve, a veçanërisht te homoseksualët. Por nuk është e përjashtuar që bartja e virusit të bëhet edhe në mënyrë tjetër, për shembull lëkur në lëkur, gjatë puthjes, nëpër ambiente të cilët ose sende të cilët janë të infektuara, për shembull peshkir, toaleta, ose edhe te ginekologu, pse jo, nëse punohet në kushte jo sterile dhe kushte jo adekuate. Por besoj se nuk ka asnjë institucion shëndetësor, veçanërisht ginekologjik, nëse nuk punon me protokollet e duhura, të cilët janë të caktuara nëpërmjet të gjitha protokolleve, nëpërmjet të Ministrisë së Shëndetësisë dhe nëpërmjet të kushteve adekuate hapësinore, por edhe elementare me instrumentet me të cilët punojmë. Po, do të thotë se duhet kemi kujdes në çdo aspekt, jo vetëm gjatë sepse infeksioni mund të autoinfeksioneve kemi një shprehje, infeksioni mund të bartet prej vetes. Për shembull, duart nëse nuk i kemi të pastra, edhe prekim intim në gjenitalet tona, pa duart e pastra, ja për shembull vim nga jashta ose një takim me ndonjë person i cili është i infektuar dhe nuk e mban higjienën tënde personale, mund të vetë infektohesh, edhe pse nuk e pas kontakt me atë person. Po, faleminderit edhe për këto sqarime. Krejt për fund një sugjerim, mbase thash kjo emision po i dedikohet temës parë ose sesionit të parë në natën e parë të hapjes këtij takimi profesional të mjekëve shqiptar të Maqedonisë Veriut. Tash, sipas preferencave të organizatës botërore të shëndetësisë, shkohet natë dhe insistohet që viti 2025 të mbaron me të gjitha protokollet edhe vendosje të orarit kalendarik për vaksinim të gjithë të rrive me HPV vaksinimin. Deri në vitin 2030 që të mund të eradikohet të shënjoset karcinomi qafës së mitrës, duhet 90% të adolescencës të jenë të vaksinuar. Për fat të keq, sipas të dhënave të fundit në shtetin tonë, në 56% të popullatës adolescente janë të vaksinuar kundër këtij human papillomavirusi. Apeloj nëpërmjet programit tuaj, por edhe nëpërmjet të shoqatave qeveritare, jo qeveritare, ne si mjekët am që janë në kontakt më të shpesht me pacientët, do të kisha apelu që të insistohet, jo të zbrapsemi, jo të frigohemi, por të insistojmë bile edhe të lusim ne si mjek që fëmijët e moshës 9 deri 14 vjeçare, ajo i vjen në shkollë fillore qysh të vaksinohen që të jenë të mbrojtur nga ky virus për tanë jetën. Përveç që do të mbrohen nga virusi, nga infeksionet që i shkakton ky virus. Edhe nga kanceri, po që është një smundje, po vdekje pruse nëse. Në interes të shëndetit të tanë popullatës. Ishte kënaqësi, doktoresh, ju uroj suksese, njerit ju uroj edhe 30 vjetorin, sepse gjithë ju në këtë mënyrë apo në tjetër jeni antare, po edhe aktiviste, po edhe ligjeruese në shoqatën e mjekëve shoqatën e mjekëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Faleminderit, kisha nder të jem pjesë e këtij programi. Ju pres edhe drejt për drejt në Provita, besoj që nuk do më ktheheni, po. Faleminderit, po. Faleminderit, po. Në vazhdim, shikues të nderuar, kemi nderin t'ua prezantojmë doktor Albert Leshi, anesteziolog i cili jo vetëm që ishte ligjërues, por edhe moderator në këtë takim profesional të mjekëve. Për atë se cila është tema e tij dhe si e vlerëson ky këtë takim ku kësaj radhe kishim sesion të posaçëm nga më tepër anesteziolog dhe më tepër tema, do na informon dhe sqaron vetë mjeku. Doktor, kënaqësi gjithmonë t'ju kemi në Provita. Ne kemi në emisionin tuaj, sepse vazhdimisht në ndiqnin çdo hap të zhvillimit dhe të edukimit të punëtorëve shëndetësor
në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në këtë 30 vjetor të takimeve profesionale mjekësore të organizuara nga shoqata e mjekëve shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, e cila në vetvete tashmë feston 31 vjetorin, por organizojmë takimet e 30-ta si jubile. Si risi u vendos që të organizohen në formën e sesioneve nga specialitetet e ndryshme, duke përfshirë këtu kardiologët, hematologët, ginekologët, po ashtu mos i harrojmë endokrinologët dhe mes të tjerave sigurisht edhe anesteziologët. Këtu do ju ndërprej, para se të vazhdoni. Çfarë do të thotë për ju si anesteziolog që keni një sesion të veçantë kësaj radhe, me më tepër tema, duke përfshirë nga reanimimi i foshnjeve edhe deri te shoku, vazhdoni, se zakonisht anesteziologët po ankohen me drejt. Ne sikur vetëm mjekët po i përmendim, përderisa pa ju as kirurgu nuk mund të hyjë në sallë operacioni. Secili specialitet ka vendin e vetë në sistemin shëndetësor edhe në rreth për të shërbyer pacientëve dhe në këto takime si vjet ne vendosëm në interes të auditoriumit që të bëjmë një rifreskim dhe t'i paraqesim, t'i prezantojmë para auditoriumit, para kolegëve tanë, protokollet më të reja të reanimimit, të resuscitimit, duke nisur nga BLS-i, ALS-i, suporti respirator, shoku hemoragjik, shoku anafilaktik. Janë tema që të gjithë i kanë mësuar, i kanë si student, por duke u ndarë në profilet e tyre të ndryshme, sikur anashkalohen, dhe veç tjerave, jo mjekët, unë mendoj sepse protokollet e reanimimit ose të resuscitimit duhet t'i njeh të paktën në formën më sipërfaqësore edhe qytetarët e zakonshëm, për faktin sepse arresti kardiak nuk zgjedh vend edhe kohë kur i njëjti ndodh. Dhe kështu që sa më herët bëhet reagimi nga personeli mjekësor apo nga qytetarët, aq rezultatet e mbijetesës pas një aksidenti të tillë janë më të larta. Po. Vlerësimi juaj, çfarë është ajo që do të kishit dashur ta ndani kësaj radhe me shikuesit e Provitës, por nga këndvështrimi i një ligjeruesi, ju patët temën e juaj. Po. Dhe pse ta themi u përcaktuat mu për atë temë, sepse këtu kemi mjek të profileve të ndryshme. Po, pikërisht për shumëllojshmërinë e profileve të specialiteteve që i ndjekin takimet profesionale mjekësore, vendosëm që protokollet e reanimimit janë të prekshme për të gjithë, jo vetëm për mjekët, por edhe për qytetarët e zakonshëm. Në biles doli edhe si ide nga vetë ligjërimet edhe nga diskutimet me auditorin që në vitet në vijim takimet profesionale të organizohen edhe në formën e punëtorive, ku kolegët tanë do të kenë mundësi në fantom ose maneken të ushtrojnë sigurimin e rrugëve të frymarrjes, masazhin në zemër, defibrillimin, sepse ajo kur e prek e ndjen vetë është edhe ngelet, e merr me vete. Është mesazhi që ato duhet ta çojnë në ambulantat apo në spitalet ku të njëjtët punojnë. Po. Doktor, diçka tjetër që mendoni se kishit dashur ta ndani me ne, sepse kemi parasysh faktin se ju keni shumë kolegë, edhe anesteziolog, por nëse më pyetni mua, unë që isha një pjesë, normal nuk mund t'i ndjeku gjitha ligjeratat e dini edhe vetë që duhet njëtën kohë dhe të siguroj intervista e kështu me radhë, por u prekën edhe temat, problemet edhe të foshnjeve, të posalindura, pastaj reanimimi tyre, ishin do tema që ndoshta radhë herë ne mund t'i dëgjojmë, sidomos ne qytetarët, se ndoshta për mjekët edhe, po edhe mjekët në përgjithësi, ose kemi të bëjmë, domethënë, me një kategori specifike të posalindurve, pastaj foshnje deri 1 vjeç, aty u diskutua edhe kjo temë. Si do i kishit sqaruar shkurtimisht? Çfarë është me rëndësinë këtë drejtim? E mira e këtyre takimeve profesionale mjekësore dhe e shoqatës së mjekëve shqiptar është që nuk mbulon vetëm një profil të specialiteteve, po i përfshin në vetvete të gjithë mjekët që nga neonatët, pediatrët, anesteziologët, kirurgët, kardiologët dhe të gjithë pa përjashtuar asnjërin, dhe të cilët japin shërbim për të gjitha moshat, që nga mosha e të porsalindurit nga minutat e para deri në minutat ose orët e fundit të jetës në moshë të shtyr. Kështu që shkëmbimi këtyre eksperiencave e rrit edukimin dhe profesionalizmin, mendoj, të vetë ne,
dhe i uroj jo 30 vjet, po i uroj një jetë Gjithashtu. shumë të gjatë shoqatës të mjekëve shqiptar, që të ngelet edhe në histori për veprimtarim dhe sigurisht me suksese të tjera. Ishte kënaqësi. Besoj që sërish do shifemi në një emision të radhës ku do flasim më detajisht rreth rëndësisë anesteziologëve në trajtimin dhe reanimimin e pacientëve. Faleminderit. Ndërkohë ne shikues të nderuar, do të vazhdojmë edhe më tej me intervista dhe shpresoj në mirëkuptim. Ne kemi këtu mjek profesionistë të ndryshëm edhe nga vendet e tjera, por më besoni se kur janë në pyetje 500, 600, 700 persona, vështirë është edhe për mua depërtoj dhe tu pengoj qoftë në ligjerata, qoftë duke pirë kafe, apo duke këmbyer përvojat. Prandaj mua më gjelet vetëm t'ju tregoj dhe t'ju lut që të qëndroni me emisionin Provita për të ndjekur edhe intervistën e radhës. Sot kam një temë e cila është mjaft interesante për prezantim. Kam prevenimin nga sëmundjet kundër pneumokokut tek mosha e fëmijërisë. E njohim të gjithë si bakterie, Streptococcus pneumonia. Është një bakterie të cilën e kemi gjithandej. E kemi në për qerdhe, e kemi në për shkolla, e kemi në për kolektive, është në mesin ton gjithandej. Shkaktohet dhe sëmundjet të cilat i shkakton Streptococcus pneumonia mund të jenë si invazive, ashtu edhe jo invazive. Shkaktari patogjeni i sëmundjes është Streptococcus pneumonia ose pneumococcus siç e njohim. Paraqet një bakterie e cila është gram pozitive e inkapsuluar. Karakteristike e kësaj bakterie është për arsye se në kapsullën ajo përmban kapsullë. Kapsulla e saj ka karakteristik sepse e mbron këtë bakterie dhe e bën imune ndaj qelizave imunitare të organizmit të cilin e infekton. Struktura polisaharidike e kësaj kapsule e bën që këtë bakterie të jetë faktori virulent i saj të jetë pikrisht kjo kapsull polisaharidike. Në bazë të strukturës së këtyre polisaharideve në këtë kapsull kemi sot mbi 100 serotipe të streptokokut ose të pneumokokut, të cilat janë të grupuara në 46 serogrupe duke bazuar në ngjashmërinë imunologjike të tyre. Streptokoku gjendet rreth 20 deri në 40% e kemi si kolonizator normal, domethënë tek fyti dhe hunda e fëmijëve, madje në literaturë gjejmë edhe 50% e fëmijëve të shëndosh e kanë si kolonizues në hundën edhe në fytin e tyre. Se a do të shkaktoj Streptococcus pneumonia sëmundje në qoftë invazive ose jo invazive, varet gjithashtu domethënë nga faktorët imunitar të vetë organizmit të cilën ai e atakon. Fëmijët nën moshën 2 vjeçare, për shkak të imunitetit të tyre, për shkak se imuniteti i tyre është në zhvillim e sipër, në maturim e sipër, janë më të ndjeshme ndaj kësaj bakterie. Sëmundja invazive, domethënë nëse kalon dhe aspirohet Streptococcus pneumonia në alveole, makrofagët alveolar janë ata të cilat do ta fagocitojnë domethënë këtë bakterie. Nëse kemi një gjendje të imunokompromituar, atëherë kemi invazionin e kësaj bakterie edhe në gjak, duke shkaktuar bakteremi dhe më pas invazionin e kësaj bakterie edhe në për organet të tjera, siç është në peritoneum ose në kocka shkon duke shkaktuar osteomielitisi dhe artrit septik, gjithashtu shkon edhe në meningje duke shkaktuar meningitis dhe duke shkaktuar edhe absces cerebral. Faktorët e virulencës tek bakteria e Streptococcus pneumonia shkaktojnë domethënë i ikin qelizave të sistemit imunitar. Cilat janë ato? Është vetë kapsulla polisaharidike. Ajo e prevenon fagocitozën e vetë nga ana e qelizave imunitare, gjithashtu duke inhibuar edhe opsonizimin përmes C3B komponentës së komplementit, i shpëton domethënë fagocitozës nga ana e qelizave imunitare. Gjithashtu tajon edhe pneumolizin, domethënë disa toksine, të cilat shkaktojnë pore në qelizat e nikoqirit. Në atë mënyrë i shkatrojnë ato si dhe bëjnë invazionin e streptokokut në organizëm. Gjithashtu tajojnë edhe IgA proteazën, ne e dim të gjithë rëndësinë e IgA sekretorës në traktin respirator, si dhe në traktin gastrointestinal, dhe e dim se ajo është mjaft e rëndësishme për mbrojtjen nga infeksionet, jo vetëm me pneumokok, mirë po edhe me infeksionet të tjera, si që janë bakteriale dhe virale. Ashtu si që tha më herët, shumë mjek, shumë tema, shumë ligjerata,
të ndryshme. Një ndër to kishte të bëj edhe me një kombinim diagnozash, probleme neurologjike bashkë me atë hematologjisë. Por për atë se çfarë në fakt kishte për qëllim kjo ligjeratë, cilën pak e ndoqa, po më provokoi, do na fletë neurologja Teuta Dalipi. Doktoresh, kishit një rast interesant që e prezentuat në ligjeratën e juaj këtu në këtë takim të shoqatës. Për çfarë bëheshte fjalë dhe normal nëse doni edhe një vlerësim të shkurtë për këtë takim, çfarë do thotë ky takim, ky këmbim përvojash, kontaktesh, ligjeratash për ju, po edhe për mjekët tjerë. Përshëndetje për mysafirët, po sot unë morra pjesë në një seancë hematologjike dhe ishte një rast i veçantë edhe për mua. Kjo ishte hera e parë të marr pjesë në një seancë hematologjike për shkak se jeni neurologe, po. Neurologe, po. Po rasti të cilën unë të pacientit që duheshte ta prezantoj ishte ndërlidhur me simptomat neurologjike me smundjen të cilët pacienti e kishte, domethënë bëheshte fjalë për smundjen e hemofilisë B. Se si ndodhi rasti ishte interesant, gjatë turnit tim kujdestar, erdhi pacient i cili ishte i ri në moshën 16 vjeçare dhe erdhi me simptoma tipike neurologe, domethënë kishte një dopsi të 4 ekstremiteteve, kishte vështirësi më së tepërmi në të ecurit edhe me këmbët, edhe plogështima shumë te këmbët. Njëjtë dhimbje të shpinës edhe dhimbje në qafë. Dhe ne normalisht e konsideruam si një rast urgjent neurologjik, pa mos e ditur se për çfarë bëhet fjalë në anamnezë, të cilën ne e parashtrojmë pyetjet se për çfarë edhe si ka ndodhur. Pacienti nuk na tregoi për asnjë farë, domethënë smundje paraprake të cilët mund ta ketë, kështu që ne e morrëm si një rast tipik neurologjik. Edhe normal në pyetje pastaj filluam edhe me metodat tjera të diagnostikimit, ku me magnet u vërtetua se pacienti kishte një hemoragji edhe atë në pjesën cervikotorakale, prandaj edhe simptomat vinin ashtu si tipike në bazë të asaj se ku ndodhet lokacioni, domethënë një hemoragji ku bën depresion në pjesën e medulla spinalis dhe kështu që ne duhet patjetër të mendojmë se për çfarë mundet te një pacient i ri, domethënë të moshës 16 vjeçare me simptoma akute, subakute, të ketë një kompresion nga vetë hemorragjia. Atëherë mendoheshim mos jetë punë traume, domethënë lëndimi diçka, por pacienti nuk na i konfirmoi këtë. Edhe e dyta vinin smundjet e koagulopatisë. Aty bën pjesë hemofilia A, B, edhe smundjet e von Willebrandit dhe në pyetje më detaje të familjarëve, atëherë mendoj prindërit e pacientit e vërtetuan se pacienti strysh më i vogël ka pas një smundje, të cilën ata nuk e konsideronin se është shumë serioze, ka marrë një terapi dhe se tash është shëru, edhe nuk ashtu marrë hiç asgjë. Atëherë ne e vërtetuam se vetë hemofilia ka qenë shkaktari kryesor i kësaj gjakderdhje në pjesën e qafës. Normal konsultuam hematologi e dha të sugjerimet për terapi, pacienti filloi me terapi dhe kishte përmirësime shumë të mira. Domethënë nuk kishte nevojë për asnjë ndërhyrje kirurgjike që të tërhiqet ky hematom, domethënë vetë me zëvendësimin e faktorit të cilit mungonte në këtë rast faktorit të 9 për hemofilin B, pacienti u kthye në normale, domethënë pa asnjë farë sekvele neurologjike, u kthye në normal, mirë po normal duhet të vazhdoj përsëri me hematologun, të vazhdoj të marrë terapinë të cilët duhet për hemofili B, ajo është faktori 9, me qëllim që mos vi deri tek komplikimet që i kishte deri tash. Këtu mjekët patën çfarë të dëgjojnë dhe ndoshta edhe mjeku ta mund të shkojë ndërmend një gjë e këtij se mund të ketë ndonjë problem kur e dëgjojnë këtë ligjërat. Por meqense zakonisht zakonisht anoj pak nga shikuesit dhe nga qytetarët, sa qenë ka me rëndësi diagnostikimi dhe marrja e anamnezës së plotë. Çfarë do e keni? Ne si mjek çdo herë qysh si student na i kanë cekur se anamneza është gjysma e diagnozës. Patjetër duhet ne si mjek të fokusohemi në anamnezën, po njëjtë edhe pacientat duhet të ta kenë të qartë se më mirë është të tregojnë disa punë, edhe pse mendojnë ata se nuk janë aq të vlefshme, me diagnozën që ne e vendum aq herët se bëhet fjalë për hemofili, ne ju shmangëm punëve tjera, domethënë vetë intervenimit kirurgjikal,
do me thonë ushmak intervenimi se vetë me zëvendësimin e faktorit që mungon, ky hematom vetë u tërhoq edhe pacienti nuk pati nevoj për asnjë farë intervenimi. Që kemi gjithë mjekë doktoreshe. Kështu që rece ka unë edhe në fund se puna si bashkëpunimi i mjekëve. Në këtë rast ishte neurologu me hematologun, po ajo do t'jetë në përgjithësi bashkëpunim në mes neve mjekëve, qoftë të mjekut familjar në mes vete, qoftë të neve mjekëve specialiste, do me thonë është një çelësi kryesor për këta raste që janë shumë të ralla, që më shpejt të vjetë deri në diagnozë, pastaj në terapi dhe të kemi sukses. Doktoresh, kësaj radhe kaq, por me shpresë se do ju kemi drejt për drejt si neurologe dhe do flasim pse jo për rëndësinë e bashkëpunimit të mjekëve, të fushave të ndryshme, sepse ja edhe rasti konkret tregon se një lëshim i vogël pa dashje ose si problemi zgjidhur nëse i kam llogaritur, mund të sjellë një cër të lashë tjera, madje mbrime edhe në problematikat neurologjike. Ishte kënaqësi, doktoresh. Faleminderit. Ishte dhe kënaqësi për mua. Ja, pra shikues të nderuar, kaq për këtë emision. Me shpresë se patët çfarë të dëgjoni dhe duke ju dashur t'ju informoj se me të vërtet ne këtu patëm shumë mjek, dëgjuam shumë tema të ndryshme, po fatkeqësisht nuk patëm mundësi të xhirojmë më tepër se kaq. Unë shpresoj se ju kësaj radhe patët çfarë të ndiqni, do i zbatoni rekomandimet e mjekëve, por gjithsesi se do na ndiqni edhe të hënën e ardhshme. Deri atëherë mirëmbëjtje.